Tonë se po shmenëm çdo mëngjes e çdo darkë të ngju televizorin, po unë s'mund fol me ta. Erdha mi thanë 2 fjalë këtu, non se do gjaj mirë kuptimin tuaj, se s'ponjojmë asgjë tjetër, have veç miliarda, miliona lekë të vjetra. Ne jemi në opozitë, jemi të humën, 38 vjeç kam qenë kur ka filluar demokracia, sot po bëjnë 73. Jam I pakënaqur jo nga ana juaj, sepse gjatë kësaj periudhe jam da me vlla, jam da me kalamaj e me kret, me ju nuk jam da, sinqerisht e them. Dhe betohem se me të derë kam qenë gjithare. Ndaj, zoti Berisha do ta gjej mirë kuptimin tuaj dhe të gjithë auditorit tu, që të mirë kuptojnë, pak oponentës kam qef me bo, edhe për arsimoshe dhe për eksperiencë që kam. Në Partinë Demokratike e shkollët mesme. Kur je I humën, ka nevojë për analiza. Unë nuk do të hyj se janë marrë fjalori I Shqipit nga haja deri Gëzheja me poshtërsitë që bojnë këto. Zoti na çojë në këtë fatkeqësi, po socialistët e kanë pasuar mën ta 13 vjet e nuk bojnë zonë, as nuk kanë kohën. Edhe prap tani unë kam biseduar me miq se kam edhe majt edhe djath miq, thonë me ca flopa e jeme sa ku të pjellin e jotja, na skërkoj ma që lek vish mas merrni ju demokratët. Sinqerisht pa besoni, kjo është e vërtetë. Ndaj them unë këtu, si demokrat që kanë ideal, nuk bëhet fjalë për interesa personale se unë tani kështu shkoj puna. 6 kalamaj kam. Më I riu, si që tha zotëria para folë, që unë jam këshpia. Prandaj zoti Berisha, edhe herë, du të mirë kuptoni. Oponenca jeme, e vogël ndoshta, është në lidhje me të ardhme që do PD-ja duke filluar nga sot dhe nesër. Fjalët janë marru për poshtërsitë e PS-s. Nuk e di se si e keni planin A, B, C në lidhje për sa I përket strategjisë për të fituar Partia Demokratike. Nuk ka diskutim kushje. Je nana baba në thojza e Partisë Demokratike dhe e demokracisë në Shqipëri. Unë të kam ljek shumë. Këtu duhet një luftë. Situata është shumë e vështirë, ne po vujmë. Dikur kanë bathan që të hamë në na. S'po na lajnë me hartë, është 3-14 vjetë. Ina të mbijet u vetë. Kush e ka fajnë? Ne si auditor jo. Ne japim vota. Ne shkojmë votime. Na hupin votat. Juve jeni atje, për ju votojmë. I keni deputet, I shofë në revolt. Dikur ka pas kënaqësi me po parlamentin. Sot e kena në veri, vish në gjëjlajmet. Jo nga ana juj, jo peden. Ndaj thash po bëjmë pak oponentës, bol keni luftu, nuk kam që thamë për ty, se unë së mu dhanë men ju, se ju jeni të menë shumë vetë, ju men shumë po je edhe për botën, sinqerisht nuk ka bëjnë loje, dihet se kush jeni, edhe ban shumë sakrifit. Nuk mund vijon 73 vjeç ma. Ka marrë më kam me shokët e mi që kam këtu njerëz që edhe më njofin. Nga Thomana në Tiranë, ka marrë më kam, 98-ën. Po jo I hera, po me 10 herë, ideali më ka qu. Ndaj thash, deputetet, sepse ne jemi edhe pa lek. Ne jemi edhe me nevoja ekonomike shumë të mëzdoshmen. Shumica, ndaj PD-ja ka ra kështu në gjumë. Na ju bajthirje, sepse ne nuk du të në ngeli hadrija shpet. Jo ky, jo aj, jo se një tjetër. Deputet shumë mirë. Që ko po e festojmë për vjetorin e PD-s. As një nga në të kryetarët e Partisë Demokratike që janë qysh 91 nuk I ke këtu. Kanë ble makina dhe pallate. Kanë hik në Amerikë, I ke 6. Edhe jena në veri. Edhe jena në veri. Që du të mirë kuptojmë, sepse edhe juve tash nuk bëhe flas nga ana e krahinore me do lokalizmin, sepse e lokalizmin e ka do atira me veri në jugun. Juve jo, jeni të rëku shumë I butë. Na ke lanë ne mas dore, bile ke simuluat të të I thanë opozitare vlezër. Më falin se edhe kam edhe 2 tjera, se nuk është të pozgjatëm se edhe kohë është lënë. Tjetra, zoti Berisha, në lidhje me strategjinë e Partisë Demokratike, nuk u fut ajo se sa japim lek tjerëve na, marrë me na bo dhe fushat. Sikur t'ja u shedhan janë 1000 vetë dhe keme rëthuat Kryeministri Erbur. Ma thot menja sepse doja kishin shem ato gjama, doja kishin pris. Mendoj unë. Mendoj unë që ato lek mami e me na I badhan një se ka të rikë do se luftojnë për zote pa armë, se ta shim pa armë nuk e dumë, se ato e thot. Por e komunizmi ka ra rraf kështu si nuk bat fjallë, thash. Ato nuk kërkojnë as I lek, jo me I pa me trëp.
e gjonë e gjallë, po mja pashembe në kretë një horë të reqin, sepse rëfara komunizmit është shpres në Zotin. Kërkoj dhe mirë kuptimin prap, sinqerisht Zoti Berisha, kush ta ka lidh atë nyjen të drejtësisë tone që jena nga ata akoma? Ku është lidha jo pa drejtësia jote? Ku? Sikur ta heqësh atë edhe ti thush dikujta, sepse jo se të bën gjatë, jo në ngrata, po ti me të fut në ku do me të fut të delë, dole në drejtare, 332 ditë, 3 ditë. Nuk ka bursit me lëdy, ja. Të lutem, ma ke mundësi në qofë se mundesh, duke mas na i tërgu sekrete që kena mi bënë, se na i thoshim do t'ju bëjmë, do t'ju mishim, ma mirë mas ma kalzuën e me mujtë mja bënë surprizë, e mi i vëroha, mi i qitë fare. Ju falem derit shumë, ju përshëndes gjithë. Se nuk kam rast tjetër të flasë me ju, e desha të flasët. I ndërruar kryetar i Partisë Demokratike, profesor Berisha. Nuk presim rezultatet e reja me metodat e vjetra, thot një shkencëtar i madh Albert Einstein. Këto është dhe pyetja për ju. Unë mendoj, ka ardhur koha që Partia Demokratike të promovoj disa vjetra intelektual të rinj si orator para të bimeve të ndryshme në për Shqipëri për të demaskuar këtë regjim monster antikombëtar. Pse Partia Demokratike nuk ndërton një strategji të ngjashme të re në një nivel më të lartë se të vitit 2005 me ish-kopin e famshëm që dha rezultat në atë kohë, pa çka se gjysa për tyre ishin tratar. Pse e injoroni një ide të tillë? Unë si demokrati vjetër i Partisë Demokratike dyshoj në egoizmin, protagonizmin ekstrem të kryesisë së Partisë Demokratike, pse jo, edhe të deputetëve tonë që kanë dalë nga listat dhe jo nga votat direkte të popullit. Shkrimtari i madh Goethe ka thënë, në çdo luftë shumica mundet me shumicë, që do të thotë për Partinë Demokratike se elektorati fitues i joni është elektorati i zhgënjur i Partisë Socialiste, pa anashkaluar partitë e vogla. Kam vënë re shumë rrallë të ndërtoni oratorin tuaj drejt elektoratit të zhgënjur të kësaj qeverisje. Oratori Ciceron i Romës ka thënë, nuk ka gjë më të mundur që nuk bëhet e mundur, edhe njëherë, nuk ka gjë të pa mundur që nuk bëhet e mundur në politik nga oratorët e mëdhenj. Këtu kam fjalën për orator të mëdhenj, me fytyrë të reja që gjallë shpresë besim të popullit për ndryshim. Një udhëheqës burr shteti mendon se për çfarë të bëj në fund të mandatit të parë dhe një burr shteti mendon si të fitojë zgjedhjet e dyta të radhës e për të përfunduar diktaturën. Jo, se